këtu në studion e televizionit Apollon. Ju kujtojmë se kemi të ftuar në deri, do t'i quaja unë për qarkun e fjerit, zotërinjt Adil Neziraj, profesor doktor me funksion drejtori i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Është i ftuar i tjetër zoti Apostol Qyrko, drejtor i Gjeologjisë dhe Hidrokarbureve për qarqet Berat, Fier, Vlorë dhe Gjirokastër. Përshëndetje dhe ju faleminderit që pranuat ftesën tonë. Atëherë le ta nisim nga aja, duke qenë se dhe ai auditor apo audiencë që na ndjek ne kërkon të di çfarë është në vetvete shërbimi gjeologjik. Të së ju falenderoj për ftesën, ju përshëndes ju si televizion dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Për të bënë hyrje të vogël, do të them se shërbimi gjeologjik shqiptar është me qendër në Tiranë, në rrugën e Kavajës, por si histori ka një histori që si çdo gjë që fillon mas luftës ka një histori që quhet sikur është filluar në vitin 52, por ka një histori 57 vjeçare, por kohët e fundit ka rumuni në arkivat në Austri dhe të tjerë, del se ka pas një zyrë gjeologjie që në vitin 1922 të drejtuar nga një gjeolog austriak Novak. Kjo sa për histori, për të thonë që vërtet që shërbimi gjeologjik ka një traditë, ka një histori. Shërbimi gjeologjik shqiptar funksionon me një ligj, i cili është ligji 8366 i datës 2/7/1998. Përpara ka funksionuar funksion vendimi i qeverisë të tjera, por këtu funksionon me një ligj, sepse mbas këtij ligji ju bashkuan disa pjesë që kryeshin jashtë shërbimit gjeologjik shqiptar, siç ishte shërbimi gjeologjik, studimi i trullit dhe studimi i ujëve toksore, pra hidrogjeologjia. Tradicionalisht shërbimi gjeologjik shqiptar ka pas për detyrë kryesore, ka pas studimin e tokës dhe nën tokës, pra studimin për mineralet dhe ndërtimin e hartave gjeologjike të llojeve të ndryshme. Dihet që gjithë perioda mas luftës pra luftës dytë botërore është mbështet në prodhimin dhe eksportin e trajtimin e mineraleve. Gjithë ekonomia shqiptare në një farmasë është mbështet. Dhe kështu ka si janë mineralizimet e kromit, bakrit, heku nikelit dhe mineralizimet e tjera, të cilët dihet që përdoren çato temat e mëdha, kromi, bakri, çaj, bllokati e tjera. Po kohët e fundit, duke parë sepse marrin për prioritetet minerale të tjera përveç kësaj, për shembull sot kanë prioritete të tjera, kanë këto gojë gërqëror të tjera që janë materiale të ndërtimit, materiale inerte, materiale gojë dekorativ, kanë argjila të tjera për çimento, për lloje të ndryshme mineralesh e tjera, pra është rrit gama e këtij aktiviteti, shërbimi gjeologjik dhe merr përveç minerale tradicionale metalike, me minerale jo metalike.